Llogarisim masën molekulare relative të acidit fosforik. Dim nga sistemi periodik që masa atomike relative e hidrogenit është 1, masa atomike relative e fosforit është 31 dhe masa atomike relative e oksigjenit është 16. Nga formula molekulare e acidit fosforik shohim se ajo përmban 3 atome hidrogen, 1 atom fosfor dhe 4 atome oksigjen. Prandaj, masa molekulare relative e acidit fosforik llogaritet duke i mbledhur masat atomike të elementeve përkatëse. Pra, 3 masa atomike relative të hidrogenit plus 1 mas atomike relative të fosforit dhe 4 masa atomike relative të oksigjenit. Pas zbatimit ose vendosjes së vlerave të masave atomike relative, ne bëjmë llogaritjet dhe arrim në masën molekulare relative të acidit fosforik, që ka vlerë 98.